Një grua mbeti e plagosur në aksin rrugor Pogradec Sqavthan pranë fshatit Piskupat. Mjeti me cilin ajo dhe bashorti saj udhëtonin me targa greke ka dalë nga rruga e përpasoj ka arritur të thyej trafikndarësen e rrugës duke përfunduar në bregun e liqenit. Gruaja ka mbetur e bllokuar për disa minuta brenda automjetit dhe është dashur ndërhyrja e forcave zjarr fikse për të nxjerrë atë nga makina. Menjëherë, ajo u transportua me urgjencë në spitalin e Pogradecit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Nga ana tjetër, policia bën me dije se dyshohet që shkaku i aksidentit ketë qenë shpejtësia e lartë e automjetit me targa greke, i cili ka humbur kontrollin dhe më pas është përplasur me trafikndarësen duke dalë edhe nga rruga. Mësohet gjithashtu se drejtuesi i mjetit është në gjendje të mirë shëndetësore. Aksi rrugor Pogradec Sqavthan është shkak për aksidente me pasoja të jetës, por përgjithsisht shkak aksidentesh mbetet shpejtësia me cilin lëvizin automjetet.